Nëse trupi juaj do ishte një lloj makine, tiroidi është pedali gazit që jep gaz për të ecur sa më mirë dhe sa më shpejt dhe sa më konstante. Ajo është diligjentja e vetëm e metabolizmit qelizor. Dhe çdo qeliz në trupin tuaj, që nga fundi i flokut, rënja dhe deri te gishtat e këmbëve tuaja ka receptor që presin pikërisht sinjalin e tiroides. Në mjekësinë holistike, alternative, naturopatike, nuk e shohim tiroiden thjesht si një fabrikë hormone siç thot mjekësia standarde. Ne e shohim atë si një ulëse midis mjedisit tuaj, ku është futen brenda ushqimi, stresi, gjumi, toksinat, çdo gjë dhe qelizave në trup. Ajo është ura që komunikon. Është e vetmja gjendër që ka një magazin hormonale disa mujore. Ajo punon në një sinkron perfekt me trurin, zemrën dhe sistemin riprodhues. Nëse ky dirigjent lodhet që është tiroidja, dëmtohet ose i ndodhi diçka, gjithë orkestra ka për të krijuar një kaos muzike dhe muzika ka për dalë e papranueshme për çdo njeri. Por tiroidja nuk punon e vetme. Ajo është pjesë e një fasade ose e një cirku të sistemit endokrin, sepse çdo kush punon në sektor të ndryshme dhe ngjan një cirku. Është një labirint në fund fundit. Ka antena të ndjeshme dhe ka një ekip e cila nuk i merr vetë vendimet tiroidja. Ajo i bindet një zinxhiri të gjatë komande. Dhe komandanti i përgjithshëm është hipotalamusi, gjithçka fillon pikërisht atje. Është ai që mbledh që është në pjesën e qendrës së kokës tuaj, që merr tërë informacionet nga trupi në të gjithë ambientin tuaj. A keni ftohtë, a jeni stresuar, a keni ushqim mjaftueshëm apo ju hahet ushqim, a keni ndonjë lloj rreziku, dhe ai gjykon se ku ka nevojë për energji dhe dërgon një mesazh kimik nëpërmjet telefonit, të quajtur TRH, telefon po e them unë, vartësit të tij kryesor që është drejtori i përgjithshëm. Gjendra hipofizës, që është poshtë hipotalamusit, një gjendër sa një kokër bizele. Ajo merr urdhrin nga komandanti dhe lëshon në gjakt atë që ju e njihni të shëja në analizë. Pra hormoni stimulues i tiroides. Pra është një telefonat, urdhri që zbret poshtë dhe i thot tiroides, puno se na duhesh kjo ndihmë. Pra për të prodhuar nivele energjie. Tiroidja e merr këtë urdhër dhe fillon prodhimin. Ajo merr jodin nga gjaku dhe prodhon kryesisht hormonin T4 dhe pastaj një sasi të vogël të hormonit T3. Nga ana tjetër, në mëlçi, që është pjesa kryesore, aty ku mjekësia pothuajse nuk flet fare dhe mund të themi që ka dështuar. Tiroidja e hedh hormonin T4 në gjak, por trupi nuk e përdor dot ashtu. Ky hormon duhet të udhtojë nga mëlçia dhe nga zora, ku enzimat, duke përdorur selenin, heqin një molekul jodi dhe kthejnë atë në T3 aktiv. Vetëm ky T3 aktiv hyn brenda qelizës son të trupit dhe ndes gjithë centralet bërthamore ose energjetike që quhen mitokondri.